Përshëndetje. Mirë se keni ardhur në konferencën e përbashkët ndërinstitucionale mes Ministrit të Brendshëm dhe Ministrit të Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin. Nga angazhimi në rezultate, progresi në parandalimin e korrupsionit. Ftojmë në skenë Ministrin e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, zonjën Adea Pirdeni. Nderuar Kryeministër, Shkëlqësi Ambasador, nderuar Zoti Esposito, të nderuar koleg ministra, të ftuar, partner, koleg. Këtë mërkur, në datë 19 mars, seanca plenare e Grekos miratoi raportin për Shqipërinë, raport për vlerësimin e progresit në fushën e parandalimit të korrupsionit për institucionet e qeverisjes qendrore dhe ato të zbatimit të ligjit. Një rezultat që presidenti i Grekos e vlerësoi si të shkëlqyer për Shqipërinë. Po dy fjalë për Grekon. Greko është mekanizmi më reputativ dhe më i specializuar në gjithë hapësirën europiane për të vlerësuar progresin në fushën e parandalimit të korrupsionit. Ashtu sikurse mekanizmi si motor Manival që vlerëson progresin në fushën e parandalimit pastrimit parave, Greko shërben si një bazë për vlerësimin e progresit në këtë fushë dhe për Komisionin Evropian, pikërisht për shkak të natyrës tejet cilësore dhe rigoroze të këtij procesi vlerësimi. Pasi Shqipëria kaloi me sukses raundin e 4 të vlerësimit, të bazuar në parandalimin e korrupsionit për gjyqtarët, për prokurorët dhe për parlamentarët, tashmë përmbyllim me sukses dhe raundin e 5. Dhe jemi në fakt shumë entuziast që nga 24 rekomandime që u caktuan Shqipërisë, 18 prej tyre quhen sot plotësisht të realizuara, 5 prej tyre pjesërisht dhe vetëm një mbetet ende për të realizuar. Sipas rregullave të Grekos, nëse janë plotësuar mbi 66% e rekomandimeve, raundi quhet i përmbushur, sepse shteti ka vendosur një sisteme solide të parandalimit korrupsionit në këto fusha. Shqipëria ka realizuar sot plotësisht mbi 75% të këtyre rekomandimeve dhe ne jemi sot në fakt shumë entuziast që të ndajmë këtë lajm me të gjithë ju. Por për te shifrave, pse Greko është i përqendruar në parandalim dhe pse parandalimi është i rëndësishëm. Në fakt, parandalimi është si themelet e një ndërtese. Nuk janë të dukshme, po janë të domosdoshme aty për të garantuar që grehina mbetet solide dhe është në këmbë. Ndryshe nga dëshkimi, gjithashtu shumë i rëndësishëm, që ka efekt më të prekshëm, më të dukshëm, të menjëhershëm, pikërisht sepse ky efekt matet me numra të ndëshkuarish, parandalimi nga ana tjetër matet pikërisht me numrat e rasteve që nuk ndodhin fare, pikërisht sepse sistemi është konsoliduar në atë masë që synon të parandaloj çdo lloj gabimi njerëzor të paqëllimshëm, por qoftë dhe raste të abuzimit me detyrë. Për këtë arsye, në fakt parandalimi është, ndryshe nga dëshkimi që shkura, është vaksina më e mirë për të garantuar që kemi një qasje premtuese dhe afatgjat në luftën kundër korrupsionit. Më lejoni gjithashtu të them që Greko, ndryshe nga shumë raporte vlerësimi për Shqipërinë, nuk bazohet thjesht në opinione, por bazohet në fakte konkrete. Nuk bazohet thjesht në vlerësimin nëse legjislacioni është miratuar dhe nuk quhen të plotësuar atë kutizën nëse thjesht ne kemi miratuar një ligj dhe kemi kryer detyrë. Analiza dhe skanimi që Greko i bën Shqipërisë bazohet jo vetëm në sa ne kemi zbatuar legjislacionin, bazohet nëse ne kemi miratuar manuale të procedurave standarde të operimit në të gjithë ciklin e zbatimit ligjit, nëse këto procedura standarde janë të ilustruar me raste konkrete kazuse për të gjithë ata që duhet të zbatojnë legjislacionin, nëse ne kemi ngritur mekanizma kontrolli për zbatimin e tij dhe nëse gjithashtu ne kemi pasur raste konkrete dhe si janë trajtuar këto raste në praktik. Të gjitha këtyre pyetjeve u jemi përgjigjur për të 24 rekomandimet dhe pyetjeve na është dashur natyrisht t'i shtojmë dhe evidenca, prova konkrete që janë vënë në dispozicion të dy raportuese për Shqipërinë, konkretisht Greqinë dhe Hungarinë. Dhe gjithashtu e gjetëm me vend që në fakt sot t'i japim këtij procesi vëmendjen e dur, por mbase duhet që
të referohemi dhe cilat janë në terma konkret këto arritje. Shqipëria është vlerësuar që ka ngritur në mënyrë kapilare një sistem të vlerësimit të rrezikut të integritetit të gjitha ministritë. Sot, të gjitha ministritë, 11 ministri, 6 ministra shteti kanë një plan integriteti. Plani integritetit është një skanim i të gjitha procedurave të punës që kryen institucione. Dhe në këto procedurat e punës evidentohen cilat janë ato procese që kanë risk të lartë, risk të mesëm ose risk të ulët korrupsioni dhe çfarë masash marrin institucionet për të mitiguar ato. Kemi nisur tashmë rishtazi një proces identik me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës për të garantuar që dhe në gjithë proceset që ky institucion ndjek, të gjitha këto rregulla janë zbatueshme në praktikë. Gjithashtu, kemi garantuar dhe është në fakt kjo fal angazhimit të LDKPI-s një sistem tërësisht transparent online të deklarimit të pasurive dhe verifikimit të këtyre deklarimit të pasurive. Kemi ngritur një sistem të ndërgjegjësimit të gjithë antarëve të kabineteve të ministrave, duke informuar për çështjet që kanë të bëjnë me etikën, integritetin, konfliktin e interesit, pranimin e dhuratave e kështu me radhë. Sa u përket agjencive ligjzbatuese, Shqipëria ka marrë, le të themi, atë pikën e kthimit pikërisht me miratimin e ligjit të ri për Policinë e Shtetit në korrik vitit të shkuar. Një zhvillim të rëndësishëm që ka vendosur standarde që kanë të bëjnë në radh të parë me qëndrueshmërinë e të gjithë trupës drejtues në Policinë e Shtetit pavarësisht ndryshimeve politike, ka garantuar një sistem transparent të rekrutimit, ka garantuar gjithashtu sisteme të mirëfillta të kontrollit mbi sponsorizimet, mbi të gjitha donacionet, mbi dhuratat që i bëhen Policisë së Shtetit dhe ka garantuar gjithashtu në praktik një sistem tërësor me 91 këshilltar integriteti në të gjitha strukturat tona të policisë. Gjithashtu, do të thoja që të gjitha këto masa në fakt nuk kanë qenë dhe nuk do të ishin të mundura pa angazhimin e të gjithë kolegëve tanë për këtë periudhë 4 vjeçare që unë kam ndjekur këtë proces si kryesuese e delegacionit të Shqipërisë në Greco. Ndaj, dëshiroj këtu të ndaj disa fjalë mirënjohje me të gjithë kolegët, duke filluar që nga Ministri i Brendshëm, të gjitha strukturat e Ministrisë së Brendshme, Policinë e Shtetit, Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, Ilirian Guard, natyrisht LDKPI, SPAK, Drejtorinë Rregullatore në Kryeministri dhe ato të akteve prioritare, dhe gjithashtu Ministrinë e Drejtësisë që kanë ndjekur këtë proces deri një vit më parë. Gjithashtu duhet falenderoj këtu të gjithë partnerët që na kanë gjetur pranë, që na kanë mundësuar që një pjesë e mirë e këtyre rekomandimeve të realizohet dhe me mbështetjen e tyre, dhe një falënderim shumë i veçantë këtu për sekretariatin e Grekos. Zoti Esposito, përmes jush, dëshiroj të shpreh falënderimet më të veçanta për të gjithë ekipin që ka vlerësuar Shqipërinë, që është dashur të absorboj me dhjetra anekse që ne kemi dërguar për dëshmuar që Shqipëria realisht në këtë rrugtim ka qenë shumë serioze. Megjithatë, nëse ka diçka që progresi na ka mësuar, është se ky rrugtim i drejt integritetit nuk ka një pikëmbërritje fundore. Dhe sepse integriteti në fakt është një standard i cili duhet të rikonfirmohet çdo ditë. Megjithatë, ne mendojmë që kemi sfiduar këtu skepticizmin, mendojmë që kemi vendosur disa piketa shumë të rëndësishme për të çuar deri në finish atë rrugtimin ton drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndaj asnjë nga ne këtu nuk flet mbi dafina, ne e dimë shumë mirë që ka ende shumë punë për përpara, e dimë që duhet ende të vijojmë fokusin në të gjitha ato sektorë që janë vulnerabël ndaj korrupsionit, po mendojmë që gjithashtu do duhet celebrojmë dhe ato arritje të cilat janë thelbësore për avancimin e Shqipërisë në BE. Ndaj natyrisht që në këtë rrugë nuk ekziston fjala mbaroj, po puna vazhdon, ndaj sukseset të gjithëve dhe ju faleminderit. Duke falenderuar ministren Pirdeni për fjalën e saj, ftojmë në skenë ministrin e Brendshëm, zotin Ervin Hoxha. I nderuar zoti kryeministër, të nderuar shkëlqësi ambasador, i nderuar zoti Esposito, të dashur partner dhe koleg. Jam shumë krenar sot ndaj me ju disa prej arritjeve të cilët ne bashkëparisht në një punë marramëndse dhe shumë konkrete të Shqipërisë në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, në përmbushjen e standardeve të Këshillit të Evropës. Si ministër i Brendshëm,
do të fokusohem në punën e bërë dhe të palodhur për sa i përket luftës dhe parandalimit korrupsionit në strukturat e policisë shtetit. Ky raund i vlerësimit Greco, i përmbyllur me sukses për vendin ton, tashmë me 24 rekomandime, gjysma e të cilave janë fokusuar në vlerësimin e imtësishëm të performancës së policisë shtetit, është dëshmia më e qartë e një angazhimi shumë serioz dhe tejet të fokusuar në institucionet shqiptare dhe institucionet tona të sigurisë. Përkatësisht në policinë e shtetit, përmbushja e rekomandimeve është si rezultati faktik i gjithë përpjekjeve për të forcuar çdo hallkë të integritetit të policisë shtetit, agjensinë më të madhe ligjë zbatuese në vend. Më lejoni që në këtë ditë të bëj një përmbledhje koncize të disa prej akteve që neve kemi ndërmarrë në drejtim të luftës dhe masave për parandalimin e korrupsionit. Së pari, në përmbushje të zbatimit të rekomandimeve Greco, në prioritetet tona vjetore të Ministrisë Brendshme dhe institucioneve të varësisë, janë planifikuar masa dhe aktivitete shumë konkrete, që përfshin ndryshime strukturore, hartime aktesh, hartime rregulloresh dhe përmbushje të gjithë rregullatorit ligjor për aktet në policinë e shtetit shqiptar. Inicim procesesh dhe pune të reja pranë institucioneve tona, si dhe trajnime të vazhdueshme të cilët i kanë hapur dyert policisë shtetit si atyre të vendeve europiane. Specifikisht, dua të përmend këtu ligjin e ri për policinë e shtetit, të miratuar në korrik të vitit 2024, i cili është bazuar në modelet më të mira të njësive homologe, duke adresuar plotësisht çdo rekomandim të Grecos. I gjithë ky proces është zhvilluar me asistencën më të mirë të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Europës. Gjej rastin këtu të falenderoj për mbështetjen proaktive dhe për mënyrën shumë profesionale me cilën na bashkëshoqërojnë në rrugtimin ton për krijimin dhe forcimin e agjensive të sigurisë. Gjithashtu dua të vënd duke faktin se plotësimi i rekomandimeve Greco për policinë e shtetit është bërë i mundur në saj të një pune të palodhur dhe bashkëpunim të ngushtë edhe me Ministrinë e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, që ndjek procesin e plotësimit të rekomandimeve. Këto rekomandime janë detajuar më pas edhe në rregulloren e miratuar të policisë shtetit, për te aspektit ligjor. Ajo që ka shumë rëndësi është fakti se ato tashmë janë shndruar në një pjesë integrale të punës së përditshme të kësaj organizate. Këto angazhime përbëjnë një aspekt thelbësor drejt modernizimit të mëtejshëm të policisë shtetit shqiptar. Ne i besojmë se vetëm përmes këtyre proceseve, ky institucion mund të përsoset e të përgjigjet me profesionalizëm dhe eficiencë çdo sfide të sigurt të rendit dhe sigurisë publike në vend. Së dyti, Ministria e Brendshme dhe institucionet e varësisë kanë miratuar e zbatuar planet e integritetit për periudhën 2022-2024. Në përfundim të periudhës 3 vjeçare, Ministria e Brendshme ka nisur punën për hartimin e planit të ri të integritetit dhe planin e veprimit për periudhën 2025-2028. Dokumenti i ri do të shërbejë si një udhërrëfyes për forcimin e transparencës, llogaridhënies dhe standardeve etike në strukturat e Ministrisë Brendshme në luftë kundër korrupsionit dhe promovimin e integritetit institucional. Së treti, në mbështetje të projektit EU4LEA është hartuar një analizë kuadrit ligjor për të kufizuar rreziqet e korrupsionit dhe konfliktit të interesit në lidhje me donacionet dhe sponsorizimet për policinë e shtetit shqiptar. Gjetjet e kësaj analize janë reflektuar në ligjin e ri të policisë shtetit, që ndalon pranimin e donacioneve dhe subjekteve të ndryshme. Përjashtime janë vetëm në rastet kur ato vijnë nga organizma apo përfaqësues të komuniteteve, të biznesit dhe vetëm pas shqyrtimit nga struktura përgjegjëse dhe miratim nga drejtori i përgjithshëm i policisë. Së katërti, Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit kanë bashkëpunuar ngushtësisht me Këshillin e Europës për adresimin e rekomandimeve Greco, për përmirësimin e politikave, për ofrimin e shërbimeve shtesë nga Policia e Shtetit duke marrë parasysh rreziqet për korrupsion dhe konfliktin e interesit.
Policia e Shtetit ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm në forcimin e etikës dhe integritetit profesional me miratimin e manualit të etikës policore që përmbush udhëzimet qarta mbi parimet e etikës, integritetit, konfliktin e interesit dhe vendimarrjen etike, duke përfshirë shembuj konkret për situatat ndryshme. Një tjetër arritje e rëndësishme është krijimi i këshillave konfidencial të Policisë Shtetit, të cilat ofrojnë këshillim konfidencial dhe për punonjësit dhe etikën, integritetin, konfliktin e interesit dhe procedurat disiplinore. Në zbatim të ligjit të ri, përzgjedhja e drejtuesve të lartë të Policisë Shtetit është realizuar sipas kriterjeve ligjore të përcaktuar në këtë ligj përmes një konkurrimi transparent ku shpalljet dhe rezultatet janë bërë publike. Rezultatet e fundit të konkurruesve treguan interes të shtuar dhe rritjen e besueshmërisë për sa i përket garantimit për proceset e konkurrimit të drejtat dhe bazuar në një meritokraci të plotë, ku konkretisht për 12 pozicione për drejtor vendor konkurruan 48 kandidat, si dhe për 47 pozicione për shefa komisariatesh konkurruan mbi 300 kandidat nga Policia e Shtetit. Së fundmi, në zbatim të rekomandimit Grego, edhe punonjësit e Ilirian Guard u nënshtrohen të njëjta masave ligjore dhe të njëjtit regjim për sa i përket llogaridhënies dhe rregulloreve si punonjës të Policisë së Shtetit, në procedurat e prokurimit publik dhe rekrutimit të personelit sipas kuadrit ligjor në fuqi. Të nderuar pjesëmarrës, këto arritje janë një dëshmi e angazhimit të palëkundur të nivelit politik nga i gjithë aparati i Ministrisë së Brendshme, si dhe në nivel zbatimi nga Policia e Shtetit, me përkushtim dhe kontributin e dhënë çdo ditë, bën të mundur jo vetëm një përmirësim teknik të çdo qelizet Policisë së Shtetit, por edhe një rritje të qartësishme të besimit të qytetarëve ndaj institucioneve tona. Ambicia jon është që të jemi pjesë e një procesi përsosjeje dhe vetë përmirësimi të vazhdueshëm. Prandaj, vlerësime si ky Grego janë më se të mirëpritura, jo vetëm për të evidentuar rrugën e gjatë që kemi bërë, por edhe për të mbajtur në këmbë, por edhe për të mbajtur këmbët në tokë për çfarë ende mbetet prapa, për të garantuar standarde europiane të integritetit të gjithë punonjësve të policisë dhe të sigurisë për një Shqipëri më të sigurt dhe me standarde më të larta. Faleminderit. Duke falenderuar Ministrin Hoxha për fjalën e tij, ftojmë në skenë drejtorin e përgjithshëm për të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit në Këshillin e Evropës, zotin Gianluca Esposito. Prime Minister, Ministers, Kryeministër, Ministra, shkëlqesi, zonja dhe zotrinj, është kënaqësi e vërtet për mua që qëndem sot në Tiranë. Kthehem gjithmonë me shumë kënaqësi në Tiranë, ndihem si në shtëpi sa herë ulem në aeroport, kështu që gjithmonë e gëzoj mundësinë për të kthyer në Shqipëri. Jemi këtu për të shënjuar botimin dhe përfundimin e suksesshëm nga ana e Shqipërisë të raundit të 5 të vlerësimit të Grekos. Ndoshta për të bërë një hap prapa për një moment, çfarë bën Greko, me çfarë merret Greko, mbështet shtetet anëtare dhe jo vetëm shtetet tona anëtare, sepse kemi edhe 2 vende të cilat janë jo shtete anëtare palë të Këshillit të Evropës që janë në Greko, që është Kazakistani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra i ndihmon këto vende për të ngritur sisteme të cilat parandalojnë korrupsionin përpara se sa të lindë. Nuk mund të bie dot më shumë dakord se sa kaq me ministren Pyrdeni është që ky është realiteti, domethënë që me korrupsionin humbasim të gjithë, humbet shoqëria. Pra, si të ngrem sisteme në sistemin publik në mënyrë që korrupsioni të mos shfaqet së pari. Parandanimi është ky, do të thoja, dhe raundi i fundit i vlerësimit që përqendrohet tek parandalimin e institucioneve të qeverisë qendrore dhe autoritetet shqiptare. Këto autoritete kanë ngritur
zhvilluar një sistem I cili gjerësisht është në përputhje me standardet e Grekos. Po pse është I rëndësishëm parandalimi, sepse në thelb askush nuk është imun ndaj korrupsionit. Shpesh dëgjoj që njerëzit thonë që në këtë vend apo në këtë vend korrupsioni është I pranishëm, por mund të siguroj që duke bërë këtë punë prej një kohe të gjatë, korrupsioni nuk është çështje kombësie, pasaporta apo vendodhje gjeografike, por thelbësisht një çështje integriteti personal të sistemeve që parandalojnë atë. Të gjithë ne mund ta ndalojmë këtë në institucione. Kjo nuk është çështja vetvete. Çështja është se si mund ta trajtojmë këtë situatë në mënyrë që të mos të bëhet vepër korrupsioni. Prandaj parandalimi është shumë I rëndësishëm, prandaj jam shumë I lumtur që Shqipëria I ka plotësuar të gjitha këto masa për të parandaluar korrupsionin në dy pjesë shumë të rëndësishme të administratës publike. Urimet e mia për të gjithë ekipin që ka punuar për këtë gjë në Shqipëri, sigurisht, por po kështu edhe në Strasburg, sepse është një përpjekje e përbashkët. Dhe kjo punë në ekip këtu dhe në Strasburg ka funksionuar shumë mirë. Tregon po kështu edhe diçka të fundit që do ta përmend, do të ndalem këtu sepse mendoj që të gjithë jemi të prirur të dëgjojmë se çfarë do të thotë kryeministri. Por kur ka vullnet politik për të kryer reforma, reformat ndodhin. Dhe ky është çelësi, vërtet. Në momentin që ka një vullnet politik, në momentin që ka një dëshirë të politikës për të ndërmarrë reforma në çdo vend, ato ndodhin dhe bëjnë dallimin në vetë vendin. Ky sukses I sotëm nuk duhet të shihet si I izoluar sepse është pjesë përbërëse të gjitha reformave që po ndodhin në Shqipëri, në gjyqësor, në fushën e kundër pastrimit parave dhe luftës kundër financimit terrorizmit dhe shumë reformave tjera. Është pjesë përbërëse e një sër reformash që do ta mbështesin Shqipërinë, shpresoj, në aspiratën e vazhdueshme evropiane. Kështu që me këtë dua t'ju falenderoj shumë që jam këtu për të festuar këtë moment të veçantë dhe faleminderit për vëmendjen. Faleminderit. Duke falenderuar Zotin Esposito për fjalën e tij, mirëpresin në skenë Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, shkëlqësinë e tij, Zoti Edi Rama. Profesor Ricardo Hausmann, dikur më pa thënë një fjalë që e kujtoj vazhdimisht edhe sot Adea e risolli dhe më pas miku ju nderit, Zoti Esposito e ritheksoi, që rëndom qeverit maten me atë që bëjnë, por meritën kryesore e kanë në fakt për atë që nuk lejojnë të ndodhë. Dhe ajo që qeveria nuk lejon të ndodhë, është diçka që mund vlerësohet vetëm duke hyrë më thellë dhe duke sonduar pikërisht themelet në të gjitha fushat. Sot më vjen shumë mirë që jemi këtu për këtë tjetër raport domethënës dhe inkurajues për progresin që kemi bërë. Në një farë mënyrë është një tjetër kala që marrim, duke pasur parasysh se kur kemi nisur këtë rrugtim, nga të katër anët raportet ishin tejet problematike. Dhe ky raport vjen pas atij të Sigmës, pak kompar, I cili realisht na dha shumë energji pozitive dhe na dha shumë arsye për të ndjerë edhe më të motivuar. Duke e renditur Shqipërinë të parë në rajon për integritetin e prokurimeve publike, me një
diferencë domethënëse nga vendi i dytë, të parë në rajon për financimin, për menaxhimin e financimeve publike, me diferencë nga vendi i dytë, dhe të parë në rajon për administrimin e burimeve njerëzore me diferencë nga vendi i dytë. Nga ana tjetër, përpara se sa raporti i Sigmës të bëj publik, një tjetër raport shumë domethënës na dha energji dhe na dha një inkurajim të madh. Raporti Bertelsmann Transformation Index, një ndër indekset më të respektuar edhe prestigjos botërisht, ku shkruhet shprehimisht që nga vendi më i korruptuar në Europë në vitin 2012, Shqipëria sot renditet si një nga 8 shtetet me progresin më substancial të dekadës fundit. Dhe si pas pikërisht këtij indeksi, Shqipëria ka performuar më mirë në të gjithë treguesit, krahasuar me të gjitha matjet e bëra më parë. Dhe veçanërisht i rëndësishëm, shkruan raporti, është përmirësimi i shpejtë në cilësinë e qeverisjes, duke renditur Shqipërinë ndër 3 vendet me përmirësimin më të madh të qeverisjes. Transparency International erdhi dhe ai pak më parë për vitin 2024 dhe me një reflektim më në fund, me një reflektim kuptim plot të gjithë këtij progresit bërë, ku Shqipëria u ngjit 18 vende në renditjen globale. Nga ana tjetër, Western Balkans Competitiveness Outlook për 2024, raporti i OECD-s, Shqipëria konsiderohet një lider rajonal në politikat kundër korrupsionit, me rezultatin më të lartë ndër ekonomitë e Ballkanit Perëndimor për masën e politikave antikorrupsion, duke të i kaluar ndjeshëm, shkruan raporti, unë vetëm po lexoj, rajonin në fushat e parandalimit të korrupsionit, si edhe në fushën e hetimeve dhe ndjekjeve penale. Dhe përpjekjet për parandaluar dhe luftuar korrupsionin janë forcuar sipas raportit fal një kuadri gjithëpërfshirës ligjor dhe institucional. Kjo është një tërësi faktesh që shpjegojnë për çdo që do të kuptojë se pse Shqipëria sot është në pararoj të procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, pse Shqipëria sot ka kapacitetin për ta përmbyllur procesin e negociatave brenda vitit 2027, dhe pse Shqipëria sot ka të gjitha arsyet që të ndjehet plotësisht e motivuar për të bërë antare e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe me që ra fjala, dua të theksoj se shumë shpejt ne do të vazhdojmë me hapjen e kapitujve të tjerë, ndryshe nga çfarë është thënë ditët e fundit në pasqyrat e kënetës mediatike dhe politike. Tani, unë nuk dua të shtoj më shumë ose të marr më shumë kohë për çka u tha mirë bukur këtu nga Adea, nga ministri apo nga zoti Esposito, dua vetëm të them që për ne ky nuk është absolutisht një moment për të ulur edhe për të kontempluar panoramën e arritjeve, po përkundrazi të gjitha këto janë motive të forta për të qenë shumë më ambicios dhe për të shkuar shumë më tej. Dhe ne jemi duke bërë përpjekje të gjithanshme për ta thelluar këtë progres,
duke përgatitur një dalë tjetër reformash të mirëqeverisjes, të sundimit ligjit dhe të antikorrupsionit, me një përfshirje të madhe të gjithë institucioneve dhe me ndërveprimin e treja pushtetet të pavarura, pushteti legislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor, duke vazhduar ne si qeveri të bëjmë një punë të konsiderueshme akoma edhe më të madhe në fakt për të vënë në dispozicion të këtij progresi dhe të qëllimit tonë të madh për të hyrë në Bashkimin Evropian edhe zhvillimet e teknologjisë, jemi duke përgatitur një model unik për prokurimet publike me inteligjencë artificiale, që deri më sot të paktën është i pari model që do të mbulojë 95% të procesit pa përfshirjen e njeriut. Para disa pak javësh kemi pasur një workshop me 16 përfaqësues të grupeve të kërkimit dhe të teknologjisë nga 16 vende evropiane që merren me zhvillimin e modelit prokurimit publik me inteligjencë artificiale dhe ka qenë shumë inkurajues ai workshop, por edhe domethënës për ne, pasi të gjitha vendet e tjera kanë copza pjesë, por ne po mundohemi dhe po e bëjmë këtë në bashkëpunim me Mira Muratin dhe grupin e saj, si edhe me Microsoftin, që të kemi një model gjithë përfshirës të gjithë procesit. Po kështu Adeja e përmendi, jemi të vetëdijshëm që kadastra ka nevojë për të qenë shumë efektive në shërbimin ndaj qytetarëve, pavarësisht progresit të madh që është bërë krahasimisht me nga jemi nisur, dhe ndërkohë që ecim me digitalizimin e plot të kadastrës, falë mbështetjes që kemi marrë edhe nga Komisioni Evropian, do të punojmë edhe për të futur inteligjencën artificiale në proceset e kadastrës më pas. Në sistemin e drejtësisë jemi akoma në epokën e gurit, zhvillojmë intervista në prokurori edhe në polici, në fakt, pa audio dhe pa video, intervistat në prokurori që nga prokurorit të jurisdiksionit të përgjithshëm deri tek prokuroria speciale bëhen si në kohën e gurit, unë të shoh, ti më shef, unë të pyes, ti më thua dhe unë shkruaj çfarë të dua. Kjo është vënë në pa nga institucionet ndërkombëtare, është një nga gjërat që duhet korrigjuar me urgjencë dhe ne do ta korrigjojmë patjetër, duke vazhduar ta mbështesim fuqimisht sistemin e drejtësisë, duke vazhduar ta mbështesim fuqimisht SPAK-un, gjykatën, GKK-on dhe gjithë institucionet e tjera të reja të krijuar nga reforma e drejtësisë dhe duke shpresuar që më në fund do të bëhet realitet dhe sistemi i menaxhimit digital të gjithë çështjeve që kanë të bëjnë me pushtetin gjyqësor, një projekt që tani më ka një vonesë të pa logjikshme, por që shpresoj që më në fund të vihet në vijë dhe uroj që Këshilli i Lartë gjyqësor të mos e vonoj më, por ta çojë përpara. Ne si qeveri kemi angazhuar fonde dhe do jemi tërësisht në mbështetje për të realizuar këtë program. Të gjitha këto
do t'jenë jashtëzakonisht efektive në atë që zoti Esposito e theksoi me shumë të drejtë, që është parandalimi, që është krijimi i një sistemi shtetëror të mirë ndërthurur, ku paralelisht me luftën kundër korrupsionit garantohet edhe liria, garantohet të drejtat e njerëzit, garantohet edhe e drejta e publikut për të pasur transparencë të plot mbi proceset e brendshme të shtetit, garantohet konkurenca e lirë dhe të gjitha ato që e bëjnë një shtet demokratik, një demokraci funksionale të denjë për familjen e Bashkuar Evropian. Dhe në mbyllje dua të falenderoj njeriu pa cilin nuk do kishim ardhur këtu sot, që është Ministri i Shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin. Dua të falenderoj të gjithë skuadrën që ka punuar intensivisht për ta ushqyer qeverinë me produkte të marketit evropian të politikave, të marra të freskëta nga Brukseli dhe nga Strasburgu. Dua të falenderoj pa diskutim Këshillin e Europës, edhe vetë zotin Esposito për disponimin, edhe për ardhjen e tij këtu sot. Duhet të falenderoj Ministrin e Shtetit dhe kryenegociatorën tonë që vigjilon mbi ne si një agjente e devotshme e Bashkimit Evropian. Ndjehemi të përndjekur 24 orë në 24 për të kryer detyrat në mënyrë që të arrijmë sa më shpejt që të përfshihemi në atë familje dhe ta mbyllim më në fund këtë krushqi kaq të vështirë. Dhe duhet falenderoj edhe të gjithë të pranishmit këtu, edhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit që e shoh të rreshtuar me krenari krah për krah me gjithë trupin diplomatik, edhe përfaqësuesët e tjerë të trupit diplomatik. Kemi sot një polici shteti që jo vetëm rastësisht, po edhe simbolikisht mund të arreshtohet krah për krah me të gjitha trupat policore të vendeve europiane, dhe i fundit po jo për nga rëndësia Ministrin e Brendshëm, i cili ka një kontribut të veçantë në çuarjen përpara të një reforme që vazhdon në policinë e shtetit dhe nga ana tjetër nuk haron asnjëherë, siç bëri dhe sot, të sjellë në vëmendje shkallët që janë ndjekur për të ngjitur deri këtu. Është një rrugë që vazhdon, edhe ne të gjithë së bashku, edhe me ndihmën bujare të gjithkujt që është i përfshirë në të proces, do t'ja dalim që më në fund ta vëmë Shqipërinë në rreshtin e familjeve europiane, dhe duke qenë se emri ynë në gjuhë huaj fillon me A, Albania, kur të shkojmë dhe jemi të parët atje. Edhe flamuri jonë do futet parat i pari, se ne o të parët o s'ka. Faleminderit. Duke falenderuar kryeministrin Rama për fjalën e tij, ju ftojmë për një pushim të shkurtër 10 minuta.